12 i natës, është fillimi i ditës muslimanëve në 12 natës. Fillimi i ditës muslimanëve është me prarimin e diellit. Domethënë, si të praron dielli i ditës sotit, fillon dita e nesërme. Po mundona me ta bëma të qartë. Dita e ka përpara natën, tani vjen dita. Domethënë nata, tani vjen dita. Si të praron dielli këto? Ka fillu dita e nesërme, jo në 12 natës. Këto si të praron dielli, ka fillu dita e nesërme. Njëherë vjen nata, tani vjen dita. Por me ta lehtësu pak, atë kujtohet për Bajram që shfolin njerëzit. Nata e Bajramit, dita e Bajramit. Ama komplet të dyja bajnë ditën e Bajramit. Ama njerë vjen nata e Bajramit, tani vjen dita e Bajramit. Do më thënë, 12 i natës nuk ka të bajnë me neve muslimanve. Kurse ka njëherë rokë një treta e natës është mirë më falë musliman, ma shumë me 12 e natës nuk kënë bajnë në musliman. Do më thënë, komplet o musliman është qartë që nuk është festa jona. Është qartë ka thonë Rasuli a.s. keni më shku hap mas hapi atyne që ju në kanë para juve. Do më thënë, nëse ata e festojnë një festna, kena me festu. Të është musliman në Evropë kanë festu edhe në 24 djetor tyne me festu kadale. Do më thënë, kështu do në me fillua, kështu nuk njën musliman. Musliman të kanë festat e tyne, i kanë bajramet, si dy festa vjetore.